To ngat me burra. Po du me fol diçka për marrën, po vjen marrë. Se sot me fol për marrën, sipas disa analistëve, është marrë. Po sot nuk lojnë me thonë se kjo është marrë. Se me njerë të akuzojnë për ekstremist. Që besa nuk guxon as hoxha me thonë që për neve si musliman do se ndë janë marrë. Se çdo herë e bojnë për pes pare. Gazetat, bijat, e do burrat lesht. Po kush e ka, njetë më bo me rak. Na do të folme për marrën, pa marrë, për para ka pas marrë. Marrë ka pas prej plakut, marrë prej dishmit, ka pas marrë prej nanës dhe prej babës. Në fakt ka pas për gjitha ta që kanë meritu respektin. Kanë pas marrë edhe bijat. Nuk janë culla kuqës, culla kohën sot. Kanë pas marrë edhe djent. Nuk jo shmekerat që shmekeratën sot. Po çka me bo? Hini komunisti e nashtini me hek marrën. Ja nisën me fol për majmuna, dhe e bën njeriun nderexhet majmunit. Marrja e Zotit. Tha peçon gjalin shkollë me bo shka. Nuk ka pas vaj flaki. Gjysë atyve që e dhan besën partisë, ata ju mbo ma shkit se shkijet. Por para u ngua dhe burri. E sot tu fol burri, veç ku ta ndisha që ngreja vetë me. Mos bën ti atë shujtë ka vetë shtëpia. Kemi rënë dyshim ku shoh burrë e ku shoh gruaja. Bile ka dha pe aty në grave, që burrët i ne hin qytek. Krejt punë i kemi pru në vetë. Amo krejt. Tani veç puna e zanit është të në pengu. E zani po në ndot ambientin. Duhet me pru një ligj kundër ndotjes akustike. Se të tjerat ndotje i kemi pastru krejt. Tani veç puna e zanit në kam bet. 10 minuta i ki tanë ditën. Edhe që to bes po mund me durua. Frike kuptova se për më konë shka nuk duhet pa tjetër ta kish emrin Dragan. Po mund ta kesh emrin edhe Dardan. Që besa mea kalua Draganit edhe Milaradit bile. Qysh mos mi pengu e zani. E zani i thirr njerëzit për me hinë xhami, aty flitet kundër korrupsionit, kundër alkoolit, kundër drogës. Bajagi disa biznisa për aprish këtëve politikanve xhamia. Dora ju thaft që për votoni këto ligje diskriminuese. Thojnë nuk e patëm në komplet mundol e zani. E disa muhabete qera tërte, mërte. A bardhog më të madh edhe ndotje më të madhe se këta politikajt nuk ka. Ndoshta e kam gabim, po shka për thoni ju? Që, këto e keni 100%. Këto ma dëshmut edhe ju vetë. Falinderit. Politikajt me pas mundësi. Edhe ajrin e këshim bo me ventila. Edhe qatë ajrë shka thit, kështë shti me pagu. Gjiri i mamës haram jo qoftë. Do shta e kanë me hinë qeftin e tujve, se me qëtër shka nuk po mundë. Ata peshofin që këta politikajt janë hajna. Edhe pse këta politikajt po mundohen me bo fërka me këta. Tja është, këta nuk hajnë ka është. Këta e din më mirë se na. Kush është politikan, kush është udhbash edhe kush çka është. E këta budalët e tanë dojnë me ndalë e zanin. Nuk shkojnë Mitrovic mi këshyr shkijet, që shladrojnë si kur lepra. Qysh do koft populli joni marusha? Marën e kemi trashigu ndër brezane. Dikur më herët marrë prej punëve të ndyta. E sot marrë për punëve të mira. Po kryesorja pa marrë si janë. Sot është marrë. Mos me bot darsëm e mos me thirë 500 vetë musafir. Me argju 55.000 euro. E reja s'mun me qu kryt për altënve. Adjera dhobës ka. Bile, dikush e batiz vetën në kredit, veç për me bo darsën të madhe. Shpijet në ndreshme më të mëdha se të këshive. Se marrë është, a i me pas më të madhe shpijen se na. Marrë është edhe kjerin me pas të moqëm. Se kej bonën këra 3. Marrë o me shku të miqt me kert vjetër. Marrë është mës me pas mikin ku me shti. Na shtim salon, ëpse vetë rrim podrum. Kjo është shkur të shqip për që tërkon me jetu. Pse neve shqiptarve nuk na vjen marrë që dikush ka hyp non, a na kemi met kërkon daja. Vafënde! Shkove babushit, shkove mire shkallën hyp non qëti. S'po vjen marrë për këtëve
Tam strongve këtë kanë imnon, veç në Korkonska jemi në podrom, por shqiptarit gjithmonë i vjen marrë piqerë. Bile, këtë rogën e len muzikë. Qoja qëto 500 euro muzikës, e ndroja muzikën ati pras njakit, gjithë natën e lume muzika për ata ka gnu. A dini ju kush jemi na ajo? Deri në emisionin e ardhshëm, ju urojmë një javë qysho më smiri. Ne jemi krejt kuqezi dhe ja vërtetojmë këto qysh doni.